Një 26 vjeçar i cili kishte dalë për të mbledhur gështenja bashkë me nënën e tij në vendin e quajtur Kamenis, rezultoni i zhdukur që prej 2 ditësh prej më shumë se 48 orësh vjen kërkimet për 26 vjeçarin nga Baramcuri, i cili ka humbur kontaktet me familjarët në zonën malore të Tropojës në masivin pyjor me gështenja. Burime bëjnë të ditur se i riu që vuan nga problemet të shëndetit mendor është zhdukur pa lënë gjurmë dhe pa pasur me vetë telefon, çka e vështirëson ndjeshëm lokalizimin e tij. Dyshohet se 26 vjeçari mund të jetë futur në territorin e Kosovës, pasi vendi ku është parë për herë të fundit ndodhet pranë kufijit. Sipas të dëshmitarëve, 26 vjeçari provonte thraset e mbushur me gështenja përpara se të largohej në mënyrë të papritur. Familjarët e shtetasit 26 vjeçar, banues në Baramcur, kanë bërë kallëzim në polici, duke raportuar se ai është larguar një ditë më parë, ndërsa ndodhej me nënën e tij në vendin e quajtur Kamenis gjatë mbledhjes së gështenjave. Në bashkëpunim me autoritetet e Kosovës, ekipin e kërkim shpëtimit dhe banorët e zonës e të emergjencave civile të bashkisë së Tropoj po vijojnë kontrollet intensive në zonë nga toka dhe me dronë për gjetjen e tij.